Përshëndetje miq të podcastit Përshtellim. Kam kënaqësinë të kem të ftuar në puntatën e radhës doktor Alin Qori, kryetari i Lëvizjes Bashk, pedagog, aktivist i mirënjohur. Njëkohësisht ka qenë një nga kandidatët për kryetar bashkie në zgjedhjet e fundit lokale dhe natyrisht si drejtues i Lëvizjes Bashk ishte një nga partitë e votuara me përfaqësim parlamentar në zgjedhjet e fundit që u zhvilluan në 2025. Mirë se erdhe Alin. Faleminderit për ftesën Ilja. Do dëshirojmë të dinim diçka më tepër me fillimet tuaja, mos gaboj ka qenë viti 2011, kur ju keni filluar aktivizmin tuaj të fortë civil qytetar fillimisht në kuadër të një hapësire të shoqërisë civile dhe mandej është zhvilluar ky aktivizëm në qasje politike. Mirëfill. E vërtetë është, unë kam filluar të merrem me politikë aktive, jo në kuptimin partijak, por në kuptimin qytetar të fjalës, që në vitin 2011, ngjarja që më ka tronditur edhe më ka ngrit nga koltuku, si thon, ka qenë ngjarja e 21 janarit të vitit 2011, ku 4 protestues u vranë në bulevard. Aso kohë gjykova bashkë me të tjerë me cilët u bashkova në organizatën e dikurshme politike, arritën përfundimin se ishin përparë vetëm një qeverie thellësisht korruptuar, edhe që ishte për borxhe të vriste njerëzit, por përpara një opozite, si ajo Edi Rama së kohë, që mund të instrumentalizonte gjithçka, po pa pasur minimumin e qëllimit që të vendoste drejtësi. Jo vetëm për personat që u vranë në demonstratën e 20 janarit, po edhe për strukturën e kapjes shtetit të korrupsionit, që ishte karakteristika së kohë dhe që është apo karakteristike mënyrës qeverisjes dhe sistemit politik në Shqipëri. Deri në vitin 2011 ndjeja një lloj kontradikte midis profesionit tim edhe mungesës së angazhimit publik. Unë prej vitit 2005 pak a shumë jam pedagog i shkencës politike dhe edhe lëndët që japin natyrës filozofisë politike. Më është dashur shpeshherë që bisedoj me studentët për koncepte si drejtësia, si shteti i duhur, të drejtat e qytetarëve. Dhe erdhi moment që nuk e përballoja dot me kontradiktën midis asaj që diskutoja, ligjëroja në auditor dhe faktit që nuk bëja asnjë hap përpara për të kontribuar sa do pak në realizimin e atyre idealeve. Kjo është shumë interesante. Ju besoj keni dëgjuar, jeni etiketuar shpesh edhe si marksist apo neomarksist. Dhe në fakt Karl Marx ka një veçanti ndërmjet filozofëve të tjerë, sepse ishte filozofi më aktiv. Pra i krijoi Internacionalen e parë dhe të dytë, ishte drejtues aktiv politik me ide dhe ideologjitë të cilit natyrisht frymëzuan më vonë revolucionin bolshevik, por edhe atë të dështuar në Gjermani apo në vende të tjera. Domethënë shikoni ju si një rol modeli për aktivizmin tuaj politik? Marxi është një nga mendimtarët më të rëndësishëm të historisë së njerëzimit, dhe nuk e them vetëm unë këtë. Unë jam nga të fundit që e them diçka të tillë. Mirë po ka qenë politikar shumë i keq. Ti vërtet ka marrë pjesë në themelimin e Internacionales parë, po aty ndryshe nga Lenini. Nisi të përjashtoi çigjente përpara, përjashtoi anarkistët, edhe Internacionale e parë është e famshme vetëm se ka qenë Marxin të, por nuk është se ka pasur një efekt real në lëvizjen punëtore. Internacionale